Forco këmbët dhe jeto deri në 100 vjeç 5 ushqimet kryesore që mbajnë trupin në këmbë për një jetë të gjatë. Pse këmbët janë çelësi i jetëgjatësisë? Kur flasim për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, shumica e njerëzve mendojnë për zemrën, trurin apo dietat magjike, por shkenca dhe përvoja e jetës tregojnë diçka shumë më konkrete dhe toksore. Këmbët janë themeli i jetëgjatësisë. Njerëzit që ecin mirë, që kanë muskuj të fortë në këmbë dhe ekuilibër të qëndrueshëm, bien më pak, sëmuren më rrallë, ruajnë pavarësinë edhe në moshë të madhe, dhe jetojnë dukshëm më gjatë. Në zonat e famshme të jetëgjatësisë si Sardenja, Okinawa, Ikaria, një gjë i bashkon të gjithë. Këmbë të forta dhe lëvizje e përditshme. Por lëvizja pa ushqimin e duhur është si makina pa karburant. Këmbët kanë nevojë për proteina, minerale, yndyrra të shëndetshme, antioksidant dhe energji të qëndrueshme. Në këtë seri do të flasim për 5 ushqimet kryesore që forcojnë muskujt e këmbëve, mbrojnë kockat dhe nyjet, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe lidhen drejt për drejt me jetëgjatësinë. Në pjesën 1 do të ndalemi thellë të ushqimi i parë, më themelor se çdo suplement apo pilulë. Ushqimi e 1. Proteinat natyrale, themeli i këmbëve të forta. Pse proteinat janë jetike për këmbët? Muskujt e këmbëve janë rezervuari më i madh i muskujve në trup. Kur këta muskuj dobësohen, metabolizmi ngadalësohet, sheqeri në gjak del jashtë kontrollit, rreziku i rënjeve rritet, dhe trupi fillon plakjen e përshpejtuar. Pas moshës 40-50 vjeç, trupi humbet muskuj çdo vit nëse nuk furnizohet siç duhet. Ky proces quhet sarkopeni dhe është një nga armiqtë kryesor të jetëgjatësisë. Proteinat janë materiali ndërtues i muskujve. Pa to, këmbët dobësohen edhe nëse ecni çdo ditë. Proteina nuk është vetëm mish. Një gabim i madh është të mendosh se proteinat vijnë vetëm nga mishi i kuq. Në fakt, popullsitë që jetojnë më gjatë hanë më pak mish, por proteina më cilësore dhe më të shpërndara gjatë ditës. Burimet më të mira të proteinave për këmbë të forta. Vezët perfekte për muskujt dhe kockat. Peshku, sidomos sardele, skumbri, proteinë omega 3. Bishtajoret, thjerza, qiqra, fasule, kos dhe djath i bardhë në sasi të moderuar. Ara dhe fara, sidomos farat e kungullit. Vezët, superushqimi i harruar. Vezët janë një nga ushqimet më të plota për këmbët. Përmbajnë leucin, aminoacid kyç për ndërtimin e muskujve. Kanë vitamin D, e domosdoshme për kockat, dhe përmirësojnë fuqinë muskulore tek të moshuarit. Studime të shumta tregojnë se njerëzit që konsumojnë vezë rregullisht ecin më shpejt, ngrihen më lehtë nga karrigia dhe ruajnë masën muskulore më gjatë. 2 vezë në ditë për shumicën e njerëzve janë një dhuratë për këmbët. Peshku forcon këmbët nga brenda. Peshqit e vegjël si sardelja janë veçanërisht të rëndësishëm sepse hahen me kock, kalcium natyral, përmbajnë omega 3, ulin inflamacionin e nyjeve, përmirësojnë qarkullimin e gjakut në këmbë. Në zonat bregdetare ku njerëzit jetojnë gjatë, peshku është pjesë e përditshme e dietës, jo luks. 2-3 herë në javë peshk është minimumi për këmbë të forta. Bishtajoret, energji e qëndrueshme për muskujt. Thjerrzat, qiqrat dhe fasulet japin protein bimore, janë të pasura me hekur dhe magnez, stabilizojnë sheqerin në gjak dhe ndihmojnë muskujt të punojnë pa lodhje. Njerëzit që konsumojnë bishtajore rregullisht kanë më pak dobësi në këmbë dhe rrezik më të ulët për humbje muskulore me moshën. Gabimi fatal që bëjnë shumica e njerëzve mbi 50 vjeç. Shumë persona nga frika e peshës apo kolesterolit ulin proteinat, hanë vetëm bukë, patate dhe sheqer, dhe çuditen pse këmbët nuk i mbajnë më. E vërteta është kjo, pa proteina, këmbët plaken më shpejt se zemra dhe truri. Si ti shpërndash proteinat gjatë ditës? Një sekret i rëndësishëm i jetëgjatësisë është shpërndarja e proteinave, jo sasia e madhe në një vakt. Shembull ideal: mëngjes, vezë ose kos. Drek, bishtajore ose peshk. Dark, diçka e lehtë me protein, supë, djath i bardhë. Kjo mban muskujt e këmbëve aktiv gjatë gjithë ditës. Ore 2. Kalciumi natyral, shtylla që mban këmbët gjatë gjithë jetës pa kocka të forta. Nuk ka këmbë të forta. Shumë njerëz flasin për muskujt, por harrojnë një të vërtet bazë. Muskujt janë të fortë vetëm aq sa janë të forta kockat që i mbajnë. Nëse kockat dobësohen, ecja bëhet e pasigurt, gjunjët dhe ijet dhembin,
rënjet kthehen në thyerje, dhe pavarësia humbet shpejt. Statistikat tregojnë se thyerja e ijeve në moshë të madhe shpesh është fillimi i rënjes së përgjithshme të shëndetit. Por kjo nuk ndodh brenda natës, ndodh ngadalë, nga mungesa e ushqimit të duhur. Kalciumi, pse është më shumë se kockat të forta? Kalciumi nuk shërben vetëm për kockat. Ai ndihmon të kurrjen e muskujve të këmbëve, mban ekuilibrin nervor, parandalon ngërçet dhe ul rrezikun e lodhjes kronike. Kur kalciumi mungon, këmbët ndihen të rënda, të dobëta, të paqëndrueshme. Gabimi më i madh, tabletat pa ushqim. Shumë njerëz mendojnë se një tablet kalciumi zgjidh gjithçka, por kalciumi artificial shpesh nuk përthithet mirë, mund të depozitohet në enë gjaku dhe nuk punon pa vitaminë D dhe magnez. Popullsitë që jetojnë gjatë nuk mbështeten te suplementet, ata e marrin kalciumin nga ushqimi. Burimet më të mira të kalciumit natyral për këmbët: 1. Sardele dhe peshk të vegjël me kock. Një nga burimet më të fuqishme. Kalcium vitamin D omega 3. Forcon kockat dhe nyjet njëkohësisht. Mbron nga inflamacioni. Njerëzit që han sardele rregullisht kanë më pak fraktura edhe në moshë të madhe. 2. Djathi i bardhë dhe kosi natyral. Në sasi të moderuara, rrisin dendësinë e kockave, përmirësojnë shëndetin e muskujve, ndihmojnë tretjen fal probiotikëve. Sekreti është cilësia, jo sasia. Një gotë kos ose pak djath në ditë mjafton. 3. Perimet jeshile të errëta. Spinaçi, lakra jeshile, brokoli, përmbajnë kalcium bimore, magnez për përthithje më të mirë, dhe antioksidant për nyjet. Këto perime janë shtylla e dietave të njerëzve që jetojnë gjatë. 4. Fara susami dhe tahini. Një thesar i harruar, shumë i pasur me kalcium, ndihmon forcimin e kockave të këmbëve, mbështet nyjet dhe ligamentet. Një lugë tahini në ditë bën diferencë reale. Vitamina D, qelësi që hap derën e kalciumit. Pa vitamin D, kalciumi është si një mysafir që nuk futet dot në shtëpi. Burimet natyrale. Dielli 20-30 minuta në ditë. Peshku yndyror. Vezët. Njerëzit që ecin jashtë çdo ditë kanë kocka më të forta, ekuilibër më të mirë dhe rrezik më të ulët për rënje. Kalciumi dhe jetëgjatësia, lidhja e fshehtë. Studimet tregojnë se njerëzit me kocka të forta ecin më gjatë në jetë, mbajnë pavarësinë dhe kanë më pak komplikacione shëndetësore. Në zonat e jetëgjatësisë të moshuarit, ecin çdo ditë, han ushqime të pasura me kalcium natyral dhe rrallë përdorin suplemente. Shenja që këmbët tuaja po vuajnë nga mungesa e kalciumit. Dhimbje gjunjësh pa arsye të qartë. Ngërçe gjatë natës. Lodhje e shpejt gjatë ecjes. Thoni që thyhen lehtë. Këto nuk janë thjesht mosha, janë sinjale. Nëse dëshiron të ecësh i sigurt, të shmangësh thyerjet dhe të jetosh gjatë, atëherë zgjidh kalciumin nga ushqimi, kombinoje me diell dhe lëvizje, dhe mos e lër kockën të dobësohet. 3. Ushqime që përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Jeta që rrjedh në këmbën se gjaku nuk rrjedh mirë. Këmbët plaken para kohe. Shumë njerëz mendojnë se dobësia e këmbëve vjen vetëm nga muskujt ose kockat, por ka një të vërtetë edhe më të thellë. Pa qarkullim të mirë të gjakut, as muskujt dhe as kockat nuk mbijetojnë. Këmbët janë pjesa më e largët nga zemra. Për këtë arsye, janë të parat që vuajnë nga qarkullimi i dobët, janë të parat që mpihen, ftohen, dhembin, dhe shpesh janë sinjali i parë i plakjes së brendshme. Njerëzit që jetojnë gjatë nuk kanë vetëm këmbë të forta, ata kanë këmbë të ushqyera mirë nga gjaku. Qarkullimi i gjakut, oksigjen, ushqim, jetë. Gjaku bën 3 gjëra jetike për këmbët. Çon oksigjen në muskuj, çon minerale dhe vitamina, largon mbeturinat dhe toksinat. Kur qarkullimi dobësohet, muskujt lodhen shpejt, shfaqen dhimbje dhe ngurtësi. Rritet rreziku për variqe, mpirje, diabet, madje edhe amputime në raste ekstreme. Kjo është arsyeja pse këmbët janë pasqyra e enëve të gjakut. Shenja që qarkullimi i gjakut në këmbë po dëmtohet. Mos i injoro këto sinjale. Këmbë të ftohta edhe në verë. Mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash. Ngërçenan. Lëkurë e errët ose e thatë në këmbë. Lodhje pas ecjes së shkurtër. Këto nuk janë normale me moshën. Janë thirrje për ndihmë nga trupi.
Ushqimet që hapin enët e gjakut dhe ushqejnë këmbët. 1. Vaj ulliri i virgjër, ari i qarkullimit. Në çdo zonë ku njerëzit jetojnë gjatë, vaj ulliri është bazë ditore. Ai ul inflamacionin në enët e gjakut, i mban arteriet elastike, ndihmon gjakun të rrjedhë lirshëm drejt këmbëve. Një lugë gjelle vaj ulliri në ditë është ilaç, jo thjesht ushqim. 2. Hudra, pastruesi natyral i enëve. Hudra është një nga ushqimet më të fuqishme për qarkullimin. Ul trashjen e gjakut, ndihmon hapjen e arterieve, ul presionin e gjakut. Njerëzit që konsumojnë hudër rregullisht kanë më pak mpirje në këmbë, ecin më lehtë dhe kanë rrezik më të ulët për bllokime. Hudra e freskët e shtypur lehtë është më efektive. 3. Panxari, karburanti i enëve të gjakut. Panxari rrit oksidin nitrik në trup, një substancë që zgjeron enët e gjakut, rrit rrjedhjen drejt muskujve, përmirëson qëndrueshmërinë gjatë ecjes. Sportistët e përdorin për performancë, të moshuarit për jetëgjatësi. 4. Frutat e kuqe dhe të errëta. Boronica, shega, rushi i zi, mbrojnë muret e enëve të gjakut, ulin inflamacionin, parandalojnë ngurtësimin e arterieve. Në shumë kultura të vjetra, këto fruta konsideroheshin ushqim për gjakun. 5. Arat dhe farat. Sidomos arat, bajamet, farat e linit. Ato përmirësojnë rrjedhjen e gjakut, mbajnë elasticitetin e enëve, furnizojnë këmbët me yndyra të shëndetshme. Gabimi i rrezikshëm modern. Ushqimet ultra të përpunuara trashin gjakun, dëmtojnë enët dhe bllokojnë qarkullimin. Sheqeri i tepërt, buka e bardhë, vajrat industrial janë armik të këmbëve. Lëvizja, ushqimi, formulje gjatësie. Asnjë ushqim nuk funksionon pa lëvizje, por lajmi i mirë është, ecja e përditshme është ilaçi më i mirë për qarkullimin. Edhe 20-30 minuta ecje aktivizon pompën natyrale të këmbëve, ndihmon gjakun të kthehet në zemër dhe ushqen çdo qelizë. Sekreti i të moshuarve që ecin edhe në moshë të thyer. Ata han thjesht, përdorin vaj ulliri, konsumojnë hudhër dhe perime, ecin çdo ditë pa stres. Kjo nuk është rastësi, është strategji jetese. Nëse dëshiron të jetosh deri në 100 vjeç, mbaji enët e gjakut të pastra, ushqe këmbët me gjak të shëndetshëm, dhe mos e lejo qarkullimin të bllokohet. Gjaku që rrjedh mirë, këmbë që ecin gjatë jetë e gjatë. 4. Ushqimet anti-inflamatore, armiku i heshtur që shkatëron këmbët inflamacioni. Arsyeja pse shumë njerëz plaken para kohe. Shumë njerëz thonë, nuk ec dot më si më parë. Gjunjët më dhembin, më ngurtësohen këmbët në mëngjes dhe fajsojnë moshën, por e vërteta është më e thellë dhe më e rrezikshme. Inflamacioni kronik. Inflamacioni nuk është thjesht dhimbje, është një zjarr i brendshëm, i ulët por i vazhdueshëm që gërryen nyjet, dëmton kërcin, ngurtëson muskujt dhe i bën këmbët të duken të vjetra, edhe kur mosha nuk është e madhe. Nëse ky inflamacion nuk ndalet, ai ndalon ecjen dhe kur ndalon ecja, ndalon edhe jetëgjatësia. Pse inflamacioni është armiku i rënjë i këmbëve? Inflamacioni kronik përshpejton plakjen e nyjeve, rrit dhimbjet e gjunjëve dhe ijeve, përkeqëson artritin dhe i bën muskujt më të dobët. Njerëzit që jetojnë gjatë nuk janë pa dhimbje, por ata e mbajnë inflamacionin nën kontroll, jo me ilaçe të përditshme, por me ushqim të zgjuar. Shenja që inflamacioni po dëmton këmbët. Nëse ke disa nga këto, inflamacioni është aktiv. Ngurtësi në mëngjes, dhimbje gjunjësh pa shkak të qartë, kërcitje në nyje, fryrje e lehtë rreth kyçeve, lodhje e muskujve pas ecjes së shkurtër. Këto nuk janë normale, janë paralajmërime. Ushqimet që shuajnë zjarrin e inflamacionit. 1. Peshku yndyror, ilaçi natyral i nyjeve. Salmoni, skumbria, sardelja, janë të pasur me omega 3, ulin inflamacionin në nyje, përmirësojnë lëvizshmërinë e këmbëve. Omega 3 vepron si vaj për nyjet. 2-3 herë në javë është ideal. 2. Shafrani indis, kurkuma, ari art për gjunjët. Kurkuma përmban kurkumin, një nga substancat anti-inflamatore më të studiuara. Ndihmon në uljen e dhimbjeve të gjunjëve. Sekreti: përdore me piper të zi dhe pak vaj ulliri për përthithje më të mirë.
3. Xhenxhefili qetësues natyral I muskujve. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin, ul inflamacionin muskulor, ndihmon në rikuperimin pas ecjes. Një çaj xhenxhefili në ditë është I thjeshtë dhe shumë efektiv. 4. Vaj ulliri I virgjër mburoj përnyjet. Vaji I ullirit vepron si ilaç anti-inflamator, mbron kërcin dhe ndihmon këmbët të lëvizin pa dhimbje. Në dietën mesdhetare, ky vaj është arsyeja pse njerëzit ecin edhe në moshë të thyer. 5. Perimet dhe frutat shumëngjyrëshe. Specat, domatet, karotat, brokoli, boronicat janë plot antioksidant, luftojnë inflamacionin nga brenda, mbrojnë nyjet nga plakja. Sa më shumë ngjyra në pjatë, aq më pak dhimbje në këmbë. Ushqimet që ndezin inflamacionin dhe duhen shmangur. Nëse I konsumon shpesh, inflamacioni nuk do të largohet kurrë. Sheqeri I rafinuar, pijet e gazuara, buka e bardhë, vajrat industrial, ushqimet e skuqura shpesh. Këto janë armik të këmbëve. Inflamacioni dhe jetëgjatësia, lidhja direkte. Studimet tregojnë, njerëzit me inflamacion të ulët jetojnë më gjatë, ecin më shumë dhe kanë më pak sëmundje kronike. Në zonat e jetëgjatësisë, ushqimi është I thjeshtë, I freskët dhe anti-inflamator. Nuk është sekret, është zakon. Lëvizja e butë, partneri I ushqimit anti-inflamator. Ushqimi ndihmon, por pa lëvizje të butë, inflamacioni nuk largohet plotësisht. Ecja e lehtë, shtrirjet, ushtrimet e buta, ushqejnë nyjet, shpërndajnë lëngjet dhe ulin ngurtësinë. Shembull I thjesht ditor anti-inflamator. Mëngjes, kos fruta, drek, peshk, perime, dark, sup perimesh, vaj ulliri, çaj, xhenxhefil ose kamomil. E thjesht, efektive, jetë gjatë. Nëse dëshiron të ecësh pa dhimbje, të ruash gjunjë të shëndetshëm dhe të jetosh gjatë, atëherë shuaj inflamacionin, ushqe nyjet dhe mos lejo zjarrin e brendshëm të ndalojë. Këmbë pa inflamacion, lëvizje lirë, jetë gjatë. Ushqimi I rrëpes finale. Ushqimi I rrëpes. Magnezi dhe energjia nervore, sekreti I ekuilibrit, forcës dhe ecjes së sigurt. Se shumë njerëz bien jo nga dobësia, por nga mungesa e sinjalit. Shumë njerëz mendojnë se rënjet ndodhin sepse këmbët janë të dobëta, por shpesh arsyeja e vërtet është tjetër. Truri nuk komunikon më mirë me këmbët. Ky komunikim varet nga sistemi nervor, mineralet që përçojnë sinjalin, dhe mbi të gjitha nga magnezi. Pa magnez, muskujt nuk reagojnë sakt, ekuilibri prishet, këmbët tradhtojnë pa pritur, dhe rënjet janë një nga rreziqet më të mëdha për jetëgjatësinë. Magnezi, minerali harxhuar nga stresi dhe mosha. Magnezi aktivizon mbi 300 procese në trup, ndihmon relaksimin e muskujve, stabilizon sinjalet nervore, parandalon ngërçet dhe dridhjet. Me moshën, stresi, ilaçet dhe ushqimi përpunuar, niveli I magnezit bie në heshtje. Shenja që këmbët kanë mungesë magnezi. Nëse përjeton këto, trupi po të flet. Ngërçenan, dridhje muskujsh, lodhje pa arsye, nervozizëm, vështirësi në gjumë. Këto nuk janë të ndara, kanë një rënje të përbashkët. Burimet më të mira të magnezit për këmbë të forta 1. Farat e kungullit, kampione absolute. Shumë të pasura me magnez, ndihmojnë forcën muskulore, përmirësojnë sinjalin nervor. Një grush në ditë bën mrekulli. 2 arrat dhe bajamet ushqejnë nervat, përmirësojnë ekuilibrin, rrisin qëndrueshmërinë gjatë ecjes. 3 perimet jeshile, spinaçi, lakra, rukola, furnizojnë magnez, mbështesin muskujt dhe nervat, ndihmojnë trupin të relaksohet. 4. Çokolata e zezë me mas, përmban magnez dhe antioksidant, përmirëson humorin dhe energjinë, ndihmon edhe qarkullimin. 1-2 kuba janë mjaftueshëm. 5. Bishtajoret, thjerrzat, qiqrat, stabilizojnë energjinë, ushqejnë sistemin nervor, mbështesin ecjen afatgjatë. Magnezi, lëvizja, ekuilibër jetëgjatësie. Pa magnez, lëvizja bëhet e pasigurt. Pa lëvizje, magnezi nuk përdoret si duhet. Ecja e përditshme përmirëson përqimin nervor, forcon koordinimin, mbron nga rënjet. Shembull I thjesht ditor për ushqimin e rrëpes. Mëngjes, kos fara,
Drek, bishtajore, perime. Dark, supë e lehtë. Snack, pak çokoladë e zezë. E thjesht, por shumë efektive. Formula e plot për të jetuar gjatë, mbledhje e 5 ushqimeve. Proteina cilësore, muskuj të fortë. Kalcium natyral, kocka të qëndrueshme. Ushqime për qarkullimin gjak që rrjedh. Anti-inflamator, nyje pa dhimbje. Magnez o energji nervore, ekuilibër dhe siguri. Këto 5 nuk janë dieta. Janë stil jetese. Sekreti i vërtet i njerëzve që jetojnë deri në 100 vjeç. Ata ecin çdo ditë, han thjesht, nuk e teprojnë, dhe e dëgjojnë trupin. Nuk ndjekin moda, ndjekin zakone. Mesazhi final. Nëse dëshiron të jetosh gjatë, mos u përqendro vetëm te vitet, përqendrohu te këmbët që të mbajnë, sepse njeriu jeton aq gjatë sa ecën.